Një sher masiv ka tronditur Kamzën paraditën e sotme. Ngjarja ndodhi rreth orës 10:50 në bulevardin kryesor Nën Tereza, ku disa të mitur të moshave 15 deri në 17 vjeç janë përfshirë në një konflikt të dhunshëm për motive ende të paqarta, por që paraprakisht dyshohet të kenë qenë motive të dobta. Sipas informacioneve të para, gjatë përplasjes janë përdorur mjete të mprejta, duke sjellë pasoja serioze për disa prej të rinjve. Dy 16 vjeçar mbetën të plagosur dhe aktualisht ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve. Fatmirësisht, mjekët konfirmojnë se ata janë jashtë rrezikut për jetën. Një tjetër i mitur, gjithashtu i përfshirë në sherr, ka pësuar dëmtime më të lehta, duke mos pasur nevojë për ndërhyrje urgjente. Menjëherë pas njoftimit, forcat e policisë së komisariatit të Kamzës shkuan në vend ngjarje dhe shoqëruan disa prej të rinjve të dyshuar si pjesëmarrës të konfliktit. Të gjithë po merren aktualisht në pyetje për të sqaruar rolin e gjithë secilit. Burime policore bëjnë me dije se grupi hetimor ka nisur punën për zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes, si dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë qenë të përfshirë. Autoritetet po hetojnë edhe rrethanat që çuan në këtë përplasje mes të miturve në një nga zonat më të populluara të Kamzës.